General? Unë mendoj që mësë njëherë Shqipëria dhe shqiptarët e kanë treguar hapur vokacionin pro-perendimor, Po në aspektin e sigurisë, pro-amerikan më shumë se nështë shumë vende mbi 90%. Por unë do thosha që ne kemi treguar dhe mbështetjen, pasi ne u bashkuam nga të parët edhe bordit të paqes, dhe mbase jam atë që tha dhe zoti Krasniqi e theksoj që është një vendim që duhej marrë, por unë nuk do ta shikoja kaq të shpejt dhe përjashtues për një pjesë që janë 35% e shqiptarëve. Pra opozita është 35% e shqiptarëve. Pra të dy palët kanë qëndrimin e tyre që do thosha edhe këtu në një rezolut që është thjesht dhe vetëm për konsum të jashtëm dhe për të treguar vokacionin që janë treguar thashë më së shumti nga shqiptarët pro-perendimor, dhe unë duket sikur u përshpejtua, u nxitua për të pasqyruar si përfitim personal në retushimin e figurës së tij të liderit apo kryeministit shqiptar. Kështu e lexoj unë të pakën si qytetar. Sa të rrezikshme janë për çështjet e sigurisë këto rezoluta? Këto rezoluta provokojnë pak më shumë situatën, peshojnë nga ana e sigurisë apo thjesht absolutisht që peshojnë dhe cili duhet jetë i përgatitur për të marrë edhe reagime në këtë kontekst, cilat do qofshin ato, dhe unë jam i bindur që në aspektin ushtrak ne themi merr zjarr të panevojshëm mbi vete. Pra edhe nëse nuk ndodh asgjë, ne tashmë në marrëdhënie me Iranin e kemi treguar dhe e dim se në çfarë pozicioni jemi, duke filluar nga ata që kanë ardhur në Durrës, duke filluar nga sulmi, nga sulmi kibernetik që u realizua dhe para 2-3 ditësh, mos gabon, u realizua dhe një tillë duke paralizuar kuvendin dhe në shkputjen e marrëdhënieve diplomatike. Të pakën kështu është deklaruar zyrtarisht në fillim, kështu është deklaruar. Por unë do thosha këtë pjesë që ne jemi tashmë në pozita të tilla përsa nuk kemi të vendosur reciprokisht marrëdhënie diplomatike me Iranin. Por mbase në momenti dhe koha në të cilin u realizuar unë individualisht, mendoj se ishte disi më i shpejt se sa mund të pritesh. Dhe përjashtimi apo vetë përjashtimi dhe mënyra deklarative e pjesës tjetër opozitare, duke dhënë po të njëjtin mendim dhe duke e përkrahur të rezolut, por jo aty ku institucionet flasin, kjo është sikur të dalën në rrugë dhe të bëjnë një protestë apo të bashkohen një deklaratë. Nuk është normale. General, rrezikon Shqipëria nga këto rezoluta? Si çdo vend, jo vetëm nga rezolutat, por situata është kaq komplekse dhe e ndërlikuar sa askush nuk është i përjashtuar. Mënyra pastaj e rrezikut dhe e reagimit nga pala së cilës i bie direkt goditja është por të përjashtuar nuk themi. As nuk kemi të rrezikuar në atë masë të paimagjinueshme, por unë do thosha që nuk jemi të përjashtuar. Në modeli i luftrave hibride, nuk them se do kaloj, siç themi ne, rrezikojmë nga një raket balistike e Iranit që do kalojë nëpër shumë vendet NATO-s dhe janë të përgatitur për ta interceptuar edhe për të bërë asgjësimin e saj. Por nuk kemi të përjashtuar nga një veprim i një personi që askush nuk e komandon, se edhe brenda atyre mujahedinëve janë identifikuar qytetarë të cilët nuk kanë qenë. Ata kanë qenë për të marrë informacion, por ndoshta edhe për të kryer akte të ndryshme. Dhe mundet edhe nga jashtë dikush të paguhet, ajo pjesa e luftës hibride që mundet të ngrejë një dron dhe mundet në çdo objekt mund ta lëshojë. Nuk kemi ne asnjë vend nuk mund ta ketë të lloj sigurie, sepse do t'i takonte çdo qytetari t'i vinim 2 ushtar apo 2 policë që ta kishim nën kontroll non-stop 24 orë. Kjo nuk mund ndodh. Po deri ku shkon ai zjarri që kemi mbar mbi Kurriz, siç thatë ju në fillim? Unë e quaj zjarri që kemi mbar mbi Kurriz e para pjesa marrëdhënie që kanë ndikuar, po ndikon, nuk asnjëri nuk mund të përcaktojë, nuk mund të bëjë orakullin në atmosferë. Në këtë moment nuk mund të bëjë orakullin të thotë që do ndodh kjo apo do ndodh ajo. Kjo është hipotetike, por siç nuk kemi të rrezikuar në masë të konsiderueshme, ashtu them unë që nuk kemi as të përjashtuar. Sepse jemi pjesë e koalicionit dhe mbështetjes me aq sa kapacitet dhe mundësi, qoftë nëpërmjet një deklarate siç është kjo apo rezolutet miratuar. Zoti Basha, mirë brëma zyrtarisht, se nuk ju mirëseardhjen në emision. Mirë të gjeta, kënaqësi. Si ekspert sigurie, zoti Basha, çfarë rreziku vjen nga këto rezoluta? Edhe ndaj një vendi i cili jo pak herë ka qenë shënjestrues i Shqipërisë, sidomos barierave kibernetike.
Atëherë, ju me drejt thoni që Shqipëria ka qenë disa herë në sulmin e vazhdueshëm të kibernetik. Grupeve iraniane. Grupeve iraniane ndaj Shqipërisë. Dhe mund të themi që të paktën në Europë ne jemi vendi i cili kemi patur më shumë sulme nga regjimi iranian. Pra ne praktikisht jemi në front. Dhe jemi në trashe dhe në këtë rezolut unë e konsideroj si një lidhje me bazat e furnizimit për të krijuar një mbrojtje. A mund të rrezikoj furnizimi me municion në një trashe? Jo, sepse praktikisht ti je në front. Praktikisht ti do të krijosh hapësira dhe mundësi për të mbrojtur. Pra, unë e shoh të rezolut si një politikë e cila ka vazhduar shtresat e mbrojtjes. Pra, kemi parë shtresa të shumëfishta mbrojtje kundërerore, e njëjta gjë është diplomacia dhe politika. Pra, në këtë rast kur ne jemi përballë një sulmi, vendi ynë me këtë rezolut ka marrë masa të shumëfishta mbrojtje ndaj një rreziku i cili është konkret. Dhe ne nuk besoj, paktën sipas gjykimit tim, që jemi të shpejtuar në këtë vendim, sepse të paktën disa vende të Bashkimit Evropian dhe Anglia e kanë marrë paktën një vit më parë, kanë patur reagime, kanë nxjerrë Gardën Revolucionare grup terrorist. Hamasi dhe Hezbollahu janë, të paktën Hezbollahu është konsideruar i tillë. Po. Dhe në këtë moment besoj që ne jemi në të njëjtën linjë dhe besoj që jemi në atë pyetjen që bëhet shpesh që a duhet vendet e NATO-s të mbështesin. Megjithëse do ndalemi edhe në këtë pikë goxha të rëndësishme. Shqipëria nuk ka mundësi të çojë as aeroplan mbajtse, nuk ka mundësi as çojë avion F-22 apo F-35, por ama ta mbështesi këtë politikë me një deklaratë në parlament apo në një rezolut në parlament, besoj që është në hapa të drejtë dhe jeni shumë i qartë politikave të Amerikës.